Ndryshe flasim e ndryshe veprojmë me këtë shprehje, mund të përshkruhet më së miri mënyra se si Maqedonia e Veriut sillet rreth armëpushimit në Gaza. Ajo rezolut nuk ishte për paqe ose luftë, mos keni asnjë dilemë. Ne duam paqe gjithandej, në të gjitha konfliktet në botë. Në këtë mënyrë është e vendosur dhe punon edhe diplomacia jonë. Punojmë dhe mundohemi të ndikojmë, aq sa mundemi si shtet i vogël, për paqe mes Ukrainës dhe Rusisë. Duam paqe edhe mes Izraelit dhe Palestinës. Mos keni dilema. Këtë deklarat Mucunski edhe duke u përgjigjur në pyetjen e televizionit Shenja, sepse në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, megjithatë vendi nuk e ka mbështetur një armëpushim në Gaza dhe ka abstenuar. Mucunski tregon edhe arsyen sepse si shtet nuk e kemi mbështetur rezolutën përmes të cilës parashihej mbrojtja e civilëve në Gaza. Në këtë rezolutë të shihni edhe argumentet që janë kundër të drejtave themelore të së drejtës ndërkombëtare. Në rezolutën e njëjtë do të shihni mangësinë e definicione për atë se çfarë është Hamasi. Për mua nuk ka asnjë dilemë se Hamasi është organizatë terroriste që ka kryer vrasje në territor të Izraelit. Më lejoni, kur nuk ka sqarime të qarta për veprimet e Hamasit, për organizatën si të tillë dhe ne nuk mund të qëndrojmë pas një rezolucioni të tillë. Ndryshe, ditën e djeshme në Organizatën e Kombeve të Bashkuara 149 vende nga e gjithë bota votuan pro një armëpushimi të menjëhershëm dhe mbrojtje të civileve në Gaza, por Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria abstenuan. Rezoluta kërkon të armëpushim të menjëhershëm në Gaza dhe qasje të pakufizuar për të shpërndarë ushqim të nevojshëm urgjentisht për 2 milion palestinesë që jetojnë në kushte të tmerrshme për shkak të agresionit izraelit.